Të dashur shikues, mirë se po takohemi edhe këtë javë në DTV Media në emisionin Fshati Jon. Kësaj radhe kemi orën në fshatin Dragobel këtu në komunën e Malishevës, ku do të bisedojmë me disa prej banorët për jetesën, vështirësitë dhe gjërat e tjera për rreth fshatit. Të nderuar shikues, afër vetes kam imamin e xhamisë së Dragobilit. I nderuar përshëndetje, a bën një prezantim të shkurtër me për veten? Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Jam Saad Paqarizi, imam i xhamisë së fshatit Dragobil. Flasim pak për ndërtimin, fillimisht për ndërtimin e xhamisë së Dragobilit. Kur është ndërtuar saktësisht xhamia në Dragobil? Fshati Dragobil njihet për numrin e imamëve që ka patur në të kaluarën, për të cilët zakonisht kanë shërbyer në fshatra dhe rajone të ndryshme të vendit tonë dhe në fshatin tonë nuk ka patur xhami deri në vitin 2010. Në vitin 2010, pra pas luftës, është marrë një iniciativë nga bashkëtarët të cilët kanë vendosur që të fillojnë ndërtimin e kësaj xhamie. Në vitin 2014, punimet e xhamisë kanë përfunduar, investimi është bërë nga bashkëtarët dhe njerëzit vullnet mirë, njerëzit të cilët kanë patur dëshirë që të ndërtohet kjo shtëpi e Zotit në këtë vend dhe kështu nga viti 2014 kjo xhami vazhdon të shërbej banorëve të Dragobilit dhe në rrethin tonë shumë të tjerëve të cilët vinë dhe i kryejnë rritet e ceremonitë e tyre fetare për faljen e namazit dhe të ngjashme. Sa i përket financimit, kush ka qenë financues apo ka pasur që edhe kanë dhënë fshatarët të ordnat, pjesë të ordnat të tyre për me ndërtu xhamin? Apo ka pasur ndonjë investitor tjetër? Iniciativa është marrë nga vetë bashkëtarët tanë, nga secila lagje nga një përfaqësues të cilën e organizuar dhe kanë filluar ndërtimin dhe shumica e investimit, rreth 80% e investimit që është bërë në këtë xhami është bërë pikërisht nga banorët, nga bashkëtarët tanë të vend të fshatit tonë, pastaj ka patur edhe njerëz vullnetit mirë të tjerë jashtë fshatit, por edhe nga jashtë dikush që ka kontribuar pastaj në pjesët përcjellëse të xhamisë, siç janë Gusullhania, Morgu dhe të ngjashme, të cilët kanë ndihmuar. Mirë po, kryesisht investimi, shumica e investimit është bërë nga banorët e fshatit. Flasim pak edhe për pjesë tjera që janë pronësi të xhamisë. Çka ka tjetër këtu në xhami përpos funksionit të saj që e kryeni për me i fal namazet në këtu në xhami? Xhamia gjendet thuajse tani në mes të fshatit. Pozicioni i cilin është vendosur, është ndërtuar, është një pozicion që ka bërë që të jetë në epicentër të fshatit. Natyrisht kjo xhami përveç kryerjes faljes namazit dhe rritjeve tjera fetare të cilat organizojmë, është paraparë që në pjesën e podrumit poshtë të ndahet edhe një sallë për komunitetin, nevojët e komunitetit dhe aty zakonisht organizohen apo bëhet pritje të ndryshme. Kryesisht të pame, siç njihen tek ne, organizohen për burra dhe priten në sallën poshtë xhamisë. Po ashtu kemi edhe në atë sallë përveç të pameve, banë edhe mbledhje të ndryshme të fshatit, organizime të ndryshme me interes për komunitetin, është e hapur për çdo lloj aktiviteti. Në pjesa tjetër e podrumit është paraparë apo shërben si klasë e mektebit, pra e mësim besimit, në të cilën ne në mënyrë të vazhdueshme nga hapja e xhamisë dhe që kemi filluar detyrën këtu, marrim mësim besim të rregullt në xhamin në klasën e poshtë kësaj që është dhe gjatë fundjavës aty ka një numër të konsiderueshëm të nxënësve të cilët janë të interesuar dhe që nga fillimi kanë marrë pjesë dhe kështu të kanë mësuar bazat elementare themelore të fesë. Të njëjtën kohë kemi edhe mualime të angazhuar e cila përveç që merret me nxënësit, në njëjtën kohë organizon edhe ligjërata me femra të moshave të ndryshme, do të moshës madhore është fjala, dhe ato çdo të premte pas namazit të xumas në sallën poshtë xhamisë që është në klasë e mbajnë takimet e tyre, ligjërata, ders dhe pastaj kanë edhe organizime të tjera që janë të mirë komunitetit.
Përveç kësaj, edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, natyrisht që rritet volumi i punëve dhe angazhimeve neve si imam dhe përgjithësisht të besimtarëve. Prandaj gjatë muajit të bekuar të Ramazanit në sallën poshtë që kemi organizohen edhe iftaret, 3 iftare tradicionale kemi të cilat i organizojmë. Një e organizojmë me xhamatin e xhamis, apo më thënë me ndryshe pjesëmarrësit në namazin e taravis, e organizojmë një iftar për të gjithë bashkëfshatarët tanë dhe mysafirë të ndryshëm të cilët marrin pjesë në iftarin tradicional. Pastaj edhe gratë të njëjtën gjë e bëjnë, gratë që vinë në ligjërata në xhami, ato organizojnë një iftar për të gjitha gratë e fshatit, dhe ato marrin pjesë në numër të konsiderueshëm, dhe një iftar tjetër e kemi me pjesëmarrësit vijuesit e mësimbesimit, për të cilët së bashku me mbështetjen natyrisht gjithmonë të xhamatit e organizojmë një iftar edhe për ta në sallën poshtë xhamis. Prandaj kemi edhe këto 3 organizime që janë tani më tradicionale, të cilat organizohen në kuadër të kësaj shtëpie të Zotit xhaleshanehu. Në anën tjetër, sallën e pritjes që përmendëm më herët, ne kemi edhe një aktivitet tjetër të cilin e organizojmë që 8 vite nga viti 2018 në shenjë të përkujtimit të masakrës së Burimit. Masakra e Burimit është një prej masakrave më të mëdha që kanë ndodhur në vendin tonë Kosovë, përgjithësi e më e madhe në komunën e Malishevës, dhe në atë masakër fatkeqësisht kanë humbur jetën, janë vrarë një numër i konsiderueshëm i banorëve të fshatit tonë. Andaj për të përkujtuar ata dhe gjithë të rinjtë tjerë për lirinë e vendit, ne kemi vendosur që nga viti 2018 të premten e fundit të muajit mars në prag përvjetorit të masakrës së Burimit të bëjmë organizimin vullnetar të gjakut për nevojat e të smuarve tanë që janë nëpër spitalet e vendit tonë. Sa i përket flasim pak edhe për xhamatin. A ka interesim edhe a ka hup interesimi për viteve të kaluara për me ardh edhe me kryer ditët fetare këtu në xhami? Nuk do dëshiroj të flisa me numra, mirë po mund të them që kur kanë filluar xhuman e parë me 31 tetor 2014 zyrtarisht, pra ka qenë një numër më i vogël i banorëve i xhamatit në xhami. Ndërsa sot mund të them lirisht që kjo xhami mbushet për namazin e xumas dhe mbi 80% e pjesëmarrësve i takojnë moshave të reja. Të më thonë moshas 50 e poshtë, mund të them ashtu. Prandaj edhe pjesëmarrja në mësim besim, edhe në namazet ditore, po edhe gjatë Ramazanit, namazin e taravis, mendoj domosdoshmë që ka një interesim të konsiderueshëm, natyrisht mjaftueshëm nuk është asnjëherë, mirë po nuk është edhe për të injoruar ky numër, sepse ka një interesim që vjen edhe nga shumë vende të tjera, marrin pjesë në namazin e xumas, andaj çdo aksion të cilin e kemi organizuar ne, edhe si xhami, edhe si imam, këtu ka gjetur mbështetje të jashtëzakonshme prej xhamatit dhe ka një pjesëmarrje pra edhe në namazet ditore, edhe në organizime ligjërata apo aktivitete të tjera të cilat organizohen. Sa i përket festave të Bajramit, si bëhet organizimi i festave të Bajramit këtu në Dragobil? Dragobili është një fshat që ka një festë shumicën, janë 2 festë nëse mund të shuaj ashtu, por njëri festë është më i madh dhe shumica e banorëve janë të afër me një tjetrën. Prandaj duhet të them që ka një unitet të jashtëzakonshëm brenda fshatit dhe nuk kursejmë asnjëherë që të ndihmohen aty ku ka nevojë. Andaj fillimisht gjatë Ramazanit vazhdimisht kemi aktivitete, kemi angazhime të rinjve tanë, të shumë qytetarëve banorëve tanë, të cilët përkujdesen për të gjitha kategoritë e mundshme brenda fshatit. Ndërsa edhe me ardhen e festave të Bajramit, natyrisht pjesëmarrja është e jashtëzakonshme, është një numër të madh të banorëve marrin pjesë në faljen e namazit të Bajramit, ndërsa organizimet, vizitat e ndërsjellta që bëhen, dhuratë, shkëmbimi i dhuratave, gëzimit i fëmijëve e tjera janë gjitha këto disa prej atyre elementeve që i shoqërojnë Bajramet tona në vendin tonë. Si gjithkohë në Kosovë, edhe tek ne, por më me thonë që kalojmë një entuziazëm me emocione kogja të mira të cilat ja vlen mi përjetu. I nderuar, faleminderit për kohën edhe për fjalët. Faleminderit nga ju, ishte kënaqësi.
Të dashur shikues, afër vetes kam një veteran të arsimit dhe një ish profesor të historisë i cili ka dalë në pension. I nderuar, kishte mujt një prezantim të shkurtër me borrat vetes? Jam Zyber Paqarizi, profesor i historisë nga fshati Dragobil. Në këtë fshat kom punu si mësimdhënës i historisë për një kohë, për 2 decenje, dhe për 2 decenje kam udhëheq shkollën e fshatit. Kjo është shkurtimisht një letër njoftimi shkurt për personalitetin tim se kush jam. Fshati Dragobil nuk o prej fshatra të vjetra, si lokalitet është lokalitet i shekullit 17-18, po lokalitetet për rreth ti vend banimi datojnë nga koha e Ilierisë, kuptohet, nga kohë shumë të lashta. Këtu kemi edhe gjetje toma e lire e gjitha këtu. Po si fshat, kur a vendos dikon në rreth shekullit 17-18. Ne këtë fshat jetojnë 2 gjini ose barqe si i kemi qujt në popullorqe. Jetojnë 2 vllaznit, vllaznia Paqarizëve dhe e Tradhakëve. Në shekullin 18, kur kanë ardhur vllaznia Paqarizëve dhe në vendos, kanë gjetë vllazninë e Tradhakëve, ku edhe ata tregojnë se dikur kishin gjetë dikon. Por në rrethona të caktume historike që kanë jetu në nësundimin e parandorisë osmane dhe marrëdhëniet ekonomiko-shoqërore të asaj kohës, e kanë bërë që popullsia të lëviz ose sistemi qifqive, se që ashtu të lëviz popullsia në vendet të ndryshme. Dragobili e ka vazhdu dhe dragobilasit e kanë vazhdu jetën këtu deri në ditët e sotshme, ku sot si fshat ka rreth 350 familje, rreth 2500 banor, kemi infrastrukturë mjaft të përshtatshme, si që shkolla, ambulanta, xhamia e infrastrukturë tjetër e nevojshme. Gjatë luftës të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, Dragobili ka qenë një ndër fshatrat më aktive, dhe rinia dhe njerëz të këtij fshati njihen në nivel edhe vendi për aktivitetet e tyre në luftën nacional, në luftën qlirimtare të Kosovës. Ushtria qlirimtare këtu, pas ofenzivës qershor Korrikut, Ushtria qlirimtare në fshatin Dragobil ka vendos shtabin e brigadës, ku në të njëjtën kohë janë vendos edhe misioni diplomatik amerikan KDM, me udhëheqjen e Shënbërësit, ku vendosja e këtyre institucione, shtabit të brigadës dhe vendosja e KDM-it kanë pas një rëndësi të madhe për fshatin dhe për vendin. Kjo tregon se ky fshat ka qenë i angazhuar tërësisht në luftë. Shtëpinë KDM-it ju ka liru ish mërgjimtari jon, vllau Isuf Paqarizi, se në shtëpi tina kanë qenë, dhe aty i kanë kry të gjitha aktivitetet diplomatike në vend
Dhe nga ky vend, nga Dragobili, Kosova ka udhëtu në Ramburi. Në kohën e Ramburies janë marrë takime të rëndësishme në fshatin tonë, siç ishte takimi për të bisedu për a me nënshkru marrëveshjen e Ramburies apo mos me nënshkru. Këto ishin disa pika rreth aktivitetit gjatë luftës nacional çlirimtare, gjatë luftës çlirimtare në fshatin Dragobil. Gjatë luftës çlirimtare në fshatin Dragobil. Të dashur shikues, afër vetes kam edhe kryetarin e fshatit Dragobil. I nderuma, kishë mujt një prezantim rreth vetes me bu? Patjetër, unë jam Albrim Paqarizi, jam kryetari i Këshillit Lokal Dragobil Maxhar. Përndryshe si aktivitet punës time jam zyrtar i Integrimi Evropiane në komunën e Malishevës. Nëse i referohemi pozitës fshat për çka do keni ardhur, fshati Dragobil është një fshat me vlerë natyrore, historike dhe kombëtare. Dragobili karakterizohet me një jetë shoqërore në frymën e solidaritetit dhe bashkëpunimit, ku shumë aktivitete stimulohen, përkrahen dhe mbështeten nga banorët, për çka edhe i falenderoj edhe ju jam mirënjohës. Sa i përket aktiviteteve në fshat, nëse veç më lejohet me rrëfy, nga momenti i marrjes detyrës si kryetari i Këshillit Lokal në Dragobil, ka qenë vazhdimsi e aktiviteteve dhe aksioneve nga banorët e fshatit, për shkak që kanë qenë aktiv në rrethin dhe komunitetin në aksione të ndryshme që e përmirësojnë jetën e qytetarit në këtë fshat. Dhe pastaj, pasi fillova unë, në përfaqësimin e fshatit, kemi pas disa aksione, disa projekte, disa organizime në çështjen e përmirësimit jetës edhe infrastrukturore dhe mirëqenies së fshatin tonë. Sa i përket projekteve, kemi filluar me një rrethim të varrezave me rrethoj metalike dhe pastrim të tyre, pastaj rrethimin tjetër, sepse i kemi 2 pika të varreza me muri vinkëll që kanë qenë donacione nga operatorët fshatit, që operojnë mrena dhe jashtë. Kemi themelu grupin emergjent lokal, për shkak që po rrezikohemi verës nga temperaturat e larta dhe po duhet patjetër me qenë edhe një pikë afërt e reagimit shpejt. Kemi themelu Fondacionin Humanitar Dragobili, ku përveç aktiviteteve të tjera, një ndër pikat e funksionimit të tij është edhe pagesa e mirëmbajtësit fshatit, që paguhet me pagë mujore dhe mirëmbajnë fshatin dhe hapësirën publike nga veturinat. Kemi pas edhe aktivitete të tjera, kemi qenë dhe jemi në procedurë, faktikisht e kemi realizuar iniciimin e procedurës për rregullimin dhe renovimin e varrezave të martirëve, ku edhe kemi marrë miratimin nga Agjencia e Mirëmbajtjes të Komplekseve Memoriale, ku shpresojmë që në mundësitë e para buxhetore nga ana e tyre do të fillojë edhe realizimi i atij projekti. Kemi edhe aktivitete të tjera që ndoshta me njëherë s'po mund me i mbajt mend krejt, mirë po na ecim në vazhdimsi me nevojat që u kërkohet banorëve të fshatit Dragobil. Flasim pak për banorët e fshatit, për sa banor janë në fshat ose sa shtëpi gjenden parafërsisht ose në numër të saktë aktualisht në fshat. Sa i përket numrit banorëve, edhe fshatin Dragobil e përkufizon ajo gjendja e emigracionit, për shkak që ndoshta ndryshimet janë të vogla nga viti 2011 kur është bërë regjistrimi i popullsisë, në krahasim me vitin e kaluar më duket u bë regjistrimi i popullsisë dhe dikon vlerat janë të njëjta,
900-2000 banor rezident, ndërsa me mërgjimtar 2300-400. Ndërsa shtëpia janë afërsisht 300 shtëpi. Mas i ra fjala tek banorët, me qa mirën banor përgjithësi këtu në Dragobel? Fshati Dragobel e ka një pozitë mirë gjeografike për shkak që nga komuna Malishevës distanca është 2 kilometra. Banorët e fshatit dhe ekonomitë familjare kryesisht merren me biznes. Është një ndër fshatat që ka më së shumti biznese në komunën e Malishevës dhe janë të koncentruar më shumë në bizneset në fushat ndryshme që operojnë në komunën e Malishevës, por në përgjithësi në vendin e Kosovës edhe jashtë vendit të Kosovës. Me thonë, operojnë edhe jashtë Kosovës, në për vendet e Ballkanit e perëndimore dhe vendet tjera. Sa i përket çush e kalojnë mes veti banorët këtu në fshat, a ka ndonjë incident ose ndonjë problem të vogël që ndodh mes tyre? Jeta shoqërore në fshatin Dragobel është në frymën e harmonisë, në frymën e solidaritetit dhe të bashkëpunimit. Është përgjithsisht edhe komuna e Malishevës cilësohet si një ndër vendet më të qeta dhe më të sigurta, por edhe fshati Dragobel karakterizohet si një vend i qetë, i sigurt, i mirëkuptueshëm dhe ka frymë bashkëpunimit. Nuk ka diçka që muj me tha ditë në lidhje me përshkallëzim diçka. Është frymë bashkëpunuese shumë edhe e harmonisë. Flasim pak për infrastrukturën këtu në Dragobel. A ka infrastrukturë mjaftueshëm që me bot mundër jetesën e mirë këtu në Dragobel? Infrastrukturë të mjaftueshëm nuk isha thënë që ka, po infrastrukturë që i plotëson nevojat mesatare të qytetarëve ka. A duhet ndërhyrje? Patjetër që duhet ndërhyrje. Fokusi i komunës në vitet e kaluara ka qenë ndoshta më shumë për urbanizimin e qytetit të Malishevës, ndërsa tash ka nevojë për ndërhyrje edhe në fshatin tonë, në për disa rrugë dhe kanalizimet të fshatit. Sa i përket njëri në Dragobel këto, me qa mundet më mirë, a ka ndonjë vend ku mundet më shku me kalu ditën apo ndonjë gjë tjetër? Unë e theksova edhe më herë që të rinjtë e fshatit Dragobel dhe banorët përgjithësi janë njerëz punëtor dhe aktivitetin e tyre mundin me kryer nëpër veprimtaritë e tyre që i kanë funksionale. Sa i përket të aktiviteteve tjera jashtë punës, kanë hapësira sepse Dragobeli i plotëson nevojat infrastrukturore edhe të urbanistike, ka lokale, ka markete, është i plotësuar me gjitha lamit. Ka hapësira dhe ku me dalë, ku me nejt. Në me thotë, nuk ka nevojë për mi frekutu vendet e larta, për një aktivitet thjesht ose për me dalë. Po edhe afërsia me Malishevën Po edhe kjo. Të vetëm. Sigurisht. Edhe për fund ti si kryetari i bashkisë lokale këtu të fshatit Dragobel, a ka ndonjë mesazh apo ndonjë përshëndetje që kishe dashur me bëu për banorët e Dragobelit? Unë i falenderoj shumë sepse fshati Dragobel karakterizohet si një vend që janë shumë human, janë shumë solidar dhe janë kontributdhënës. Jo vetëm tash, po janë kontributdhënës qysh në vitet 98-99 në luftën e fundit, edhe është vazhdimësia e asaj fryme dhe vazhdon edhe sot, duke i mbështetur dhe përkrah, stimulu gjitha iniciativat dhe projektet, duke mos harru edhe pjesën e mërgjimtarëve të cilët janë shtytës të aktiviteteve që i ndërmarrin për përmirësimin e jetës së qytetarëve Dragobelit. I nderuar, faleminderit për fjalët edhe për kohën. Faleminderit juve. Të dashur shikues, kaq kishim për Dragobelin e deri në javën tjetër, mirëmbëjtje.